Përshëndetje, ashtu siç thash, do prezantojmë këtë projektin, atëherë do sqarojmë. Ky projekti është për mbrojtjen e fëmijëve që mos të shtuken ose të largohen, që prindit mos të bëhen merak. Atëherë ta sqaroj shkurt fare që mos marri kohë. Unë kam shkruar pak a shumë këtu, po ta sqaroj më mirë. Atëherë formohet dhe zhvillohet aplikacioni Android, Apple, bashkëpunim me Microsoftin, Googlein, që të bëhet sa më korrekt. Prindërit instalojnë aplikacionin dhe regjistrohen me numrin celular të tyre. Dhe me numrat e fëmijëve, që këto fëmijë kanë një celular ekstra që është i formuar dhe zhvilluar ekstra për deri në moshën 16 vjeçare, që do të thotë këtu kemi dy ndarje grupimesh. Një për shembull 20 vjeçar nuk mund ta blej dot celularin që janë poshtë moshës 16 vjeç. Këtu mund të bëhet edhe një ndarje tjetër nga 10 vjeç, që thjesht të ndrohet aplikacioni po deri në 16 vjeç. Për shembull, është celular, jo softveri i përshtatur në celular, por celulari i zhvilluar dhe i formuar dhe zhvilluar ekstra për fëmijë. Domethënë që ka KidsTube, për shembull, mund bëhet edhe një gjë e tillë, si puna e këtij për shembull. Këtu që të jetë monitori më i gjatë, deri këtu për shembull, këtu të jenë ca lojra kështu. Këtu të jetë me touch për shembull, po të jetë një si celular dhe dihet që është vetëm për fëmijë. Tashti, me numrat e fëmijëve dhe këtu nëpërmjet GPS-it prindrit caktojnë zonën që fëmijët nuk duhet ta kalojnë, për shembull shkolla, fusha futbollit, arta, shoqja, për shembull beni, shoku, parku të lojrave, këtu është shtëpia në qendër. Këtu tani nëse celulari largohet nga kjo zona, këtu që kanë përcaktuar prindit dhe që aplikacioni e rrethon kufirin, vën kufirin domethënë, atëherë shkon një sinjal ke prindrit që celulari ka dalë jashtë zonës ku kanë regjistruar prindrit. Shkon ke të dy prindrit. Njëkohësisht edhe nëse celulari distancohet, se ka mundësi që celulari mund ngelet këtu në zonë, distancohet nga një çip i vogël, por jo çip, për shembull e kam shkruar këtu, një çip i vogël që është vënë ke këpuca, po ajo është si ke dyqanet ku blen, për shembull, nuk është tamam çip që ka nevojë për shumë bateri, thjesht ai është i lidhur me celularin e fëmijës dhe nëse ka një distancë, ta supozojmë këtu është celulari dhe fëmia largohet këtu, merret, rrëmbehet për shembull, dhe largohet më shumë se një metër i caktuar, i përcaktuar nga profesionistët që e përcaktojnë tamam, atëherë jep direkt sinjalin. Këtu, për shembull, kjo mund vetë edhe ke bluzja, ke këpucët, ke etiketa e bluzës ose ke brekët, nuk e di, një thjesht një metalik që jep një sinjal ke celulari vetëm për largësi, edhe që aktivizohet kur largohet më shumë se që duhet nga zona. Këtu do më thënë e kam shkruar
vetvete, do të thënë që e bën edhe fëmijët deri në moshë kanë këtë. Kjo pra ishte, do të thënë, ky ishte projekti për fëmijën, për familjen. Tash ta mbyllu se ti ka marrë në gjë. Për zonën celulare i fëmijëve deri në moshën 16 vjeç. Është për fëmijë. Softin janë vetëm për atë grup moshë, lakmika celulare, më duket se kemi të gjitha. Okej, kjo ishte domethënë. Shpresoj që edhe nëse vjen idera tjera mund të bëhet diçka më bukur e di që ka programe për shembull, por kjo është me është thjesht që nuk ka nevojë që të vërshkohet gjithkohës që ku ndodhet, çfarë po bën, ku është, si ky shtek thjesht përcaktohet zona dhe jep alarmin nëse kalohet nga kjo zona fëmia, që prindit e përcaktojnë këtu edhe në qoftë se ai që merr fëmin për shembull dhe lën celularin këtu brenda dhe largohet fëmia nga celulari, atëherë jep një mesazh direkt